Tesh një kërkesë pak, fotografistat nuk lejohen në mesin e salës, por ka mundësi se i kenë në kamera. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Fillojmë konferencën për shtyp të ekipit Kosovës. Trajneri Albertin Jakoshka. Ju lutem filloni me pyetjet, prezantoni në prej cilës media jeni edhe pyetjen. Vazhdason brigadë të selektës, pyetje për selektorën. A mendon se Sancelina është dorë në zonën këtu me një pas të fundimit të pjesës së parë? Po me qenë se kemi pjesën e parë ka pas dërorë është 100% apo. Mendoj që edhe pjesën e dytë krye vazhdoi me avazën e një. Nuk mendoj që do të mos zëvendësu të kërkojë se në rast Sancelina është një lojtar shumë interesant, ka një lojtar me shumë të mirë. Normalisht që kisha pasur edhe Bersanti edhe Miloti edhe Arbës e Nelit kishin shënuar ato 3 rastet e para që patëm në fillim 45 minuta, që sigurisht do të krijonte një energji më pozitive, mirë po prapë se pra mendoj që do të kishim vështirë ta marrim gjë me krahasi 90 minuta, dhe se kemi pasur një kundërshtar shumë superior, që jo rastisht gjendet ku gjendet. Kështu që nuk mendoj që dikur do të më zavasu vetëm se në rast të humb. Një sekund, ka nevojë për përkthim? Do we have foreign media here? Croatian media? Okay, translation. English. Znači, pitanje je bilo... English. Okay. The question was if you have to... Okay. I don't really think that the player has to be replaced immediately after he has done after he has had a few failures. He continues to play, although he could have failed one or two times. He's a young player. He do many good things too. So you need to see him that way too. So he have a good future. Good future with us together. Ai është një lojtar shumë I mirë edhe e ka një perspektivë të mirë përpara. Pyetja tjetër? Tavlan Osmani nga Kallzo.com. Zoti Bunjaku, çfarë ju thatë lojtarë pas ndeshjes? Unë thashë nuk po du më plojnë dyja. Do të bëhen profesionalist, do të tregohen që jam profesionalist. Me ta kuptoj që në 3 ditëve kemi lojë tjetër. Do të mendojmë pastrojmë gjëra që normalisht në zhvillimin tonë, në interesin tonë, mirë po ka elemente që janë të mira. Është ajo që më bënë më shumë të nervoz ke voda fundit, që ke totalisht e panevojshme, po mendoj që këta lojtarë kuptojnë që kombëtari Kosovës sa po shkriju, është fillimi, ndërsa sa përket kvalifikimit kupton 2020, po besoj fuqimisht 2020 që Kosova ka më qenë një kombëtare shumë. Do të punohet shumë me mbrojtjen në ndeshtar. Po. Do you think that you have to work a lot on the defense side? Do të punohet me sulme, do të punohet me mes, do të punohet me mbrojtje, shumë normale. Është jo deni do të thonë që nuk është një arsyetim, me siguri është një kundërshtar shumë e fortë, shumë e fortë. Mirë po 2016 në faktikisht kam pasur një lojë. Është brabërisht çdo lojë sigurisht do të pjekemi më shumë si ekip. Mirë po se do të kemi kujdes nëse kemi bëjmë me 4 kundërshtarë që kanë qenë në kampionatin evropian.
vëllërin superior. Edhe duket shumë thjesht, po është shumë e vështirë. Yes, we have to work on the defense side. We have to work on the offense side as well. But we have to bear in mind that the other teams in our group are very strong as well. So that's very much it. Como se explique, já detectado de Tribunal Nacional. Kam pësu përshtypje se mbase Alban Meha ende vazhdo të postuloj. Pastaj edhe konsuluesi më i mirë, Miloni, Murishi, ende vazhdo të postuloj. Dhe kur të vazhdoj kjo që ata të postuloj. Ende duhet goli. I've seen that Alban Meha and the other scorer, best scorer Muici are not playing still. How long will it take that they won't be playing? Na kem folë për paralëve që kem edhe 6-7 orë kemi lojën tjetër. Edhe besoj fuqimisht që do të japim më shumë se 100% për më mund me nxjerrë diçka për Kroacisë apo për Ukrainës. Edhe jam shumë të vetëdijshëm që një pjesë e lojtarëve që kanë luajtur sot sigurisht lojën tjetër nuk kanë arrit as 100%. Kështu që jemi mundu me balancu në aspekt që sigurisht disa prej lojtarëve do të kanë mundësi lojën tjetër më tregu. Pastaj mos harrojmë që janë lojtarë që sapo na kanë kyç grup, nuk është lehtë as për ta, as për neve do të njihemi, kështu që do të vjen koha edhe vedatët është një sigmus që është shumë interesant. Do të vjen koha edhe Albanias, sidomos, kështu që nuk besoj që është një problem. The time for all players, for Vedat, who is a very good scorer, and for Meha will come. We have to keep in mind that we will have other matches to play, and those that have played this match won't be able to give the 100% in the next. So I'm sure that there will be time to balance all things up. Njëtën kohë me pas ndoshta sa kuptova në përfundimet aksioneve kur nuk Kroacisë nuk është lehtë. Nuk kanë shumë ekipe që kanë në përfundimet aksioneve kur nuk Kroacisë, por do të mësojmë edhe lojtarët tonë që ato shanse që na jepën do të finalizohen, ndoshta ky është dallimi më kryesor momentalisht që shifet Kroacia e cila penalizon prej momente që nuk duken që janë shansa, po penalizon është klasë. And it is not an easy thing to complete 9 actions, and then of course Croatia, once you're not doing it very well, of course they will penalize you, so you will have a minus. Yeah. Okay. Are you worried about the confidence of your players after a defeat like this? No, it's the players are young. We are just started our trip now. It's the second game. So of course we have a very good team against Croatian national team. So, but we see after 3 days we have again game against Ukraine. So if you see the game, I don't think it was for 6-0 game. It was absolutely not for 6-0. But okay, we have to do with Croatian national team. They're class, they're good. So they use every kind of chance they have. Dragi publik, këtë pam që Kroacia luajti me 2 sulmues, ju kundër përgjigjet me 2 qendërmbrojtës. A do të ishte më mirë sikur ndoshta të kishim 3, të ishim më të fortë në mbrojtje? Nuk është e keq. Nuk është e keq. Kur janë 2 sulmues është shumë e rëndësishme që të kesh 2 sulmues ndoshta për çeta Armenia ka luajtur. Ne kemi ditë që kanë marrë 2 sulmues. Kur janë 2 sulmues është shumë e rëndësishme që 2 qendërmbrojtës mos janë vi, po njëri prej tyre gjithmonë bën golez. Armenia është e lëvizshëm, sidomos mbrojtja zonale është njëri prej lojtarëve më të mirë që kemi mbrojtje zonale. Edhe për këtë arsye faktikisht ne kemi startuar në atë mënyrë. Mirë po, nëse shohim gollat si vinë, nuk vinë shkaku i rastit që janë 2 sulmues, po vinë prej krosime ku Kroacia është njëra prej kombëtarëve që më shumë të ka pas krosime në kampionat evropian. Domethënë është një fuqi e tyre. Edhe mënyrën që kemi luajtur, domethënë e kemi balancuar në atë aspekt që trume për këto gjëra, mirë po prapë thëmë janë shkaft edhe shfrytëzojnë momentet që na do të mësojmë që kundërshtarët e tillë penalizojnë me ne. Edhe një pyetje. Një humbje e tillë demoralizon skuadrat në përgjithësi, e lërë një si Kosova që shumicën e lojtarëve ka 3. Sa mendon se do ta kesh të vështirë të kthesh ata për ndeshjen me Ukrainën? Po
mendoj që nuk ka qenë edhe nuk është e lehtë, mirë po në rrugë tillë prapësisht e kam pas njëjtë. Kem lujt me Haitën, mas të dyve mas të mujë kem lujt me Turqinë që kujtohet. Pastaj jem zgjull edhe pesë humbjes, është nuk do të mësojmë edhe prej fitore të humbjeve. Unë mendoj që më thash fillim që lojtarët që nuk do ta humbim lojën dy herë. Këto ndoshta thonë që mëran 30 dhe kem lojën tjetër, nuk kem kohë. Gjona do të analizojmë, do të diskutojmë edhe gradualisht prej lojës lojës, unë jam i bindur që Kosova do të jetë më e mirë. Ka elemente që janë të mira, po ka edhe elemente që do të përmirësohen. Edhe një fundit. Çka mund presim ndryshim te Kosova tash për ndeshjen me Ukrainën? Për shembull, nuk pa një nënt te Kosova, do të jetë me Ukrainën? Në fakt, Besar Berisha akoma nuk ka marrë përgjigje për Australisë, Ertan Fezullah është lëndum, Ante Nuir nuk ka marrë përgjigje akoma, është Vedat Muriqi, i cili është në rend. Mirë po, taktikisht sot kem lujt në mëdhën aspekt që me 4 mesfushor, 4-2-4, edhe qëllimi jonë ka qenë faktikisht që ta bllokojmë mesin e fushës, që mendoj kohën më të madhe të lojës kem arrit. Dhe të lamë që qendërmbrojtësat e tyre të posedojnë topin, që është e reflekton edhe pjesët më të madhe të posedimit të topit kanë qenë të qendërmbrojtësat e tyre. Mirë po, ka momente që shumë shpejt tepërtojnë në mesin e fushës tonë dhe vinë kanë kur vjen edhe krosimi. Është e vështirë të ndrosh kundër kundërshtarëve të tij, mirë po sa më shumë lojë që ke tilla, sigurisht edhe ata lojtarë që janë moshë 22 vjeçare, fëmijët atyre e kuptojnë që shkon shumë shpejt. Okej, fundit. Mirë Roma, selektor, unë së merëm fort me sport, me pa qenë kryeministët kisha bo një pyetje politike, po me qenë se erdha me pa lojen, nuk po dukesh fort i shqetësuar, a mund ta di çka ka thonë Fadil Vokër në fund të ndeshjes? Mos ka kërku fare përgjegjësie për jush, jo? S'po di se më kanë shqetësuar. Normalisht që gjatë zemë nuk është mirë me hukë, po nëse kthejmë edhe shohëm Kosova para 2 muajve, 3 muajve kemë fillu rrugën tonë, kvalifikuese, kemë bodëm për një grupë shumë interesant me lojtarë. Mendoj që një ndër shumica këtyre lojtarëve, pas 10 vite kemi pa në kombëtarën e Kosovës, kemë super talenta, mirë po këtyre duhet më jonë kohë, kështu që përgjithësim gjithë do të avon maksimumin, kush që ka bo e din në opinioni, unë këmë po dhe prapë të thamë që Kosova 2020 në kom kvalifiku në kampionat evropian, edhe më shumë i bindu në to, po do të kemi durim, do të japim qetësi dhe përkrojë të këtyre djemve, nëse janë lojtarë shumë të ri, lujnë për shumë klube të mira, po nuk krijohet një kombëtare në në natë. Okej, përmes. Секунд,